Përshëndetje dhe mirë se rikthyehet në Skin Therapy. Receta që do t'ju tregoj sot do jetë jo për fytyrën, as për flokët, por do jetë për thonjt. Kam përgatitur këtë. Është një balsam për thonjt, për t'i forcuar dhe për t'i zgjatur ato. Ka një erë të mrekullueshme, sepse po ju zbulet disa nga përbërësit, është gjelpi shea dhe vaj esenciali portokalli që ka një erë të mrekullueshme. Është edhe prodhim shqiptar që madje që gjeta. Kam parë shumë në internet për këtë produkt, ishte shumë i mirë. Unë kam shumë probleme me thonjt, i kam shumë të hollë, shikoni si përkulen. Dhe gjithmonë kam provuar të bëj gjëra të ndryshme që t'i forconja, kam bërë edhe me xel, sepse thonin forcohet thoj më i hollë. Mbaj gjysore në vaj ulliri se të forcon, thot, e mbaj unë gjysore në vaj ulliri, thot, si më përpara. Dhe e lash atë muhabet, derisa tek faqja, sepse kam faqen në Instagram dhe faqen në Facebook, tek Instagramit jam shumë aktive, do keni postimet mia çdo ditë, por do ju shpjegoj më pas të. Më shkojnë disa vajza që thonë, shikoni që ose mund ta bësh ndonjë balsam për thonjt, sepse i kemi shumë të hollë. Dhe thash, pse jo? Diçka ndryshe, kërkova në internet, gjeta këtë recetën, ishte receta më e thjeshtë, me produkte që në Shqipëri mund gjehen lehtë, dhe provova, domethënë e kam bërë dje, e kam lanë gjithë natën në frigorifer, megjithëse edhe po ta lije në temperaturën e dhomës, kjo e merr ato formën e ngurtë, kjo për prezencën e gjelpit shea që ka. Unë e kam provuar se nuk rria dot, më pëlqen, sigurisht efektin do ma japi për një ditë, por do ta shikoj nëse do të bëj një pjesë të dytë të videos, ku e tregoj se si ka rezultuar eksperienca me këtë që kam bërë vetë në shtëpi. Por e bukur e këtyre është që janë produkte që mund t'i bëni vetë në shtëpi. Mua më duket shumë interesante, për shembull, nuk e di, nëse ju mund t'jeni edhe tembela dhe i doni gati. Nëse le të fillojmë me pjesën me përgatitjen e recetës, më pas do ju shpjegoj diçka për produktet dhe dhe disa gjëra të tjera. Po, le të fillojmë me përgatitjen e balsamit. Si fillim, marrim një enë e cila të shërbëj për të bërë përzierjen e produkteve dhe më pas produkti i parë është gjelpi shea, i cili është i pasur me vitaminë A dhe vitaminë E, një antioksidant i shkëlqyer, që do t'i bëjë thonjt tonë që të jenë më të fortë. Më pas ishte një lugë çaj vaj ulliri, i cili është shumë i pasur me vitaminë E, që gjithashtu edhe ky ndihmon shumë për forcimin e thonjve, por edhe për t'i shkëlqyer ata. Më pas, produkti i fundit është vaj esencial. Unë përdor një vaj esencial portokalli, limoni ose vaj e fara vetrushit. Unë këtu kam hedhur 9 pika vaj esencial. Këto janë shumë të pasur, pra vaj portokallit, i limonit ose i farave të rrushit, janë shumë të pasur me antioksidant dhe vitaminë C, të cilët do t'i bëjnë thonjt tonë që t'jenë më të fortë dhe të shkëlqejnë më shumë. Gjithashtu në mungesë të vajit mund të përdorni dhe pak lëng limoni. Dhe pasi t'i kemi shtuar të gjithë ingredientet, do ta lëmi në mikrovalë për 30 sekonda. Pasi t'i keni ngrohur në mikrovalë, përziheni edhe pak përbërjen, në mënyrë që ingredientët të miksohen dhe më mirë me njëri tjetrin. Më pas mund ta hidhni në një kontenitor, por edhe thjesht në një kuti kremi, një krem fytyre ose krem sysh, të cilën e keni përdorur më parë. Dhe më pas, hapi i fundit është ta vendosni në frigorifer, ta lini për disa orë derisa formohet një masë e ngurtë, dhe më pas mund ta merrni me një herë dhe ta përdorni duke masazhuar tek thonjt tuaj. Ja, pra kjo ishte receta që kisha përgatitur për sot. Ky balsam është shumë i lezetshëm, ka një erë shumë të mirë, siç e thash më parë, dhe është shumë i thjeshtë përgatitet. Mund ta mbani në çantë, sa herë të kujtoni të lyeni thonjt, kur shikoni që mund të filloj të shkrihet pak, vërini në frigorifer derisa të marrë formën e ngurtë, mund ta përdorni deri në 1 muaj.
duhet t'ju them 3 gjëra. I kam darë në 3 pika që mos t'i haroj. 1. Duke qenë se në Instagram dhe në Facebook jam shumë aktive, do ju lë linkun poshtë të Instagramit dhe të Facebookut, ku mund të më ndiqni, mund të më kontaktoni në qoftë se doni ndonjë maskë ose ndonjë maskë për fytyrën ose për flokët ose ndonjë scrub për trupin, në varësi të fytyrës që keni, do isha shumë e lumtur dhe shumë e gatshme t'ju ndihmoja. 2. Duke qenë se në Shqipëri mungojnë herboristeri ku mund gjeni vajra esencial, ku mund gjeni dhe vajra të tjerë për përdorim për flokët, për fytyrën, dhe shumë nga ju kanë bërë mesazhe se ku mund t'i gjenin ato produktet që unë përdor në video. Është pak e vështirë sepse çdo gjë këtu është shumë e hallakatur, sepse do të shikosh nëpër farmaci të ndryshme, nëpër dyqane kozmetike të ndryshme për të gjetur produktet, është pak e bezdisshme. Por tek përshkrimë më poshtë ju kam lënë linkun e Facebookut dhe të Instagramit të dyqaneve ku mund të marr, për shembull, ku ka marr vajin esencial ose ku ka marr dhe gjallë pinearës shea. Dhe treta, në qoftë se flokët ju pëlqejnë, mund të gjeni edhe një video tjetër ku shpjegoj se si mund të përgatisni në kushte shtëpie një gel për flokët kaçurela, gjithashtu të gjeni edhe një gel për sytë e fryrë dhe për rrafët e zi poshtë syve. Këto dhe shumë video të tjera do t'i gjeni tek chaneli i Skin Therapy. Në qoftë se videot ju pëlqejnë, ju ftoj të bëni like dhe subscribe dhe të shihemi në të tjera video. Se harrova, kam bërë edhe një review për një shampo që është pa silikone, parafin dhe vajra mineral. Në qoftë se jeni në kërkim të ndonjë shampo të mirë, ju sugjeroj ta shikoni, thjesht për të krijuar një ide. Është një shampo që gjendet lehtësisht dhe nuk ka një çmim shumë të lartë, nuk e ka të lartë fare, por shikoni videon për më shumë. Atëherë këtu po e mbyll, do shihemi përsëri mbas disa ditësh me një tjetër video. Mirupafshim.